M'fal, a m'doket a I ke quf foto grujës tem parit në I drap? Edhe kështu që ajt pasagjeri u ke shumë siklet, po kjo ke një mënyrë për me ta bo pak me dije që për me marrë një hap të tillë, dosh pak a shumë me ditë të kosh edhe mos mi shkaktu dikujna probleme. Unë pas tyrës nuk ka njoft kur, sidomos nëse më konë fludërime në Kuvajt, për mu edhe nëse më konë me naj kolegë shqiptare, gjithë më kanë vetë njerëzit a je Ukrajinës apo a je Rusisë. Tani më qëlloj fati me punu në Kosovë me Bulgar, edhe tash edhe mesin e tyne u doksha pak si njejt me ata. Dhe me thonë edhe mu drejtojshin sidomos pasagjera shqiptar në anglisht. Po që thash Kosova është vend I vogël edhe ti s'munësh më pretendu që je dikush tjetër se qysh ka me t'njoft dikush, se na kemi shqiptar jashtë që jetojnë familjar, kemi edhe shoqënitë Kosovës që jetojnë shumë. Ai pa mundër mos me qëllu në kushin qafshë. Pikërisht, po ndonjë familjari juaj atë ka qëllu ndonjëherë në një fluturim? Po tash në fluturim që shtu t'u përshëndet pasagjera atë anglisht, veç ku m'ka dalë një kushin e dije qysh jetë që I ki familjes t'kum pa ma ty. Shme thonë, it's not me. Në këtë raste, pikërisht për këtu du me undalë, sa duhet jeni ju strikt si stewardess, ndoshta edhe mënyrën se si silleni, si pritni pasagerët, apo mund t'jeni të lirshëm spontan? Jo, nuk ka aty ndaj fare rregulli strikt edhe varësisht prej kompanisë varet, sidomos në Evropë politika e aviacionit është shumë demokratike, do me thonë ti je I lirë me bo çka dush, me baj gare me pasagjera, deri sa nuk I kalon limitet e kërkujna dhe kërkush t'i kalon limitet e tua, se do të më konë kuadër të respektit, që mos më kalu ajo linja e respektit ku është. Po nuk, edhe po menoj, po edhe që të qysh me shqiptarit ka me të qëllu dikush I ngjafshëm, ose vetë shqiptarët janë ase që në momentin ma serioze dikush ka me ta lëshu në fjalë me shtim e kesh, ose ndaj gjest, ose qa po di. Po mas interesanti diçka që muj me cekë është që na shqiptarët I kena pak mangësi me ditë për persona tjerë a qysh mi u qasë. Tash për shembull në airdropi ty ta qëtë emrin që I Edi, për na faktikisht me 200 veta në aeroplan, na nuk e dina kush është Edi në airdrop. Edhe ndodhë që ta qoj ke pasagjeri një foto me numrin e ulësës ku është, edhe ta ka po aty emri dia, edhe ta ka qoj edhe hej, unë që të jam ullë. Ta shti, mund është më koni një gru me burin tanë që po tanë, ti nuk mund është me qu kësi foto me airdrop për personave që nuk I nxeh. E këto janë do sene që pak miritojnë se ty nuk e përdor logjikën edhe nuk e din a I shkakton dikujna probleme apo jo. E kjo mu m'ka ndodhur në aeroplan që mua ka qu një pasagjer një foto. Okej, hajtë s'ka problem, vazhdojnë. Edhe jom në alë kumenu, çka po do me thonë me këto? Tash edhe kur e kira I kolegë pak a shumë që e ki vibe-in e njëjtë, e kisha një kolegë ma shkollatër edhe pithëm do të me po diçka mi të regu këti personi që nuk është normale, ti vesh me qu foto të njerë që nuk I nxeh. Edhe ka shku I ka thonë, m'fal, a m'doket a I ke qu foto grujës tem parit në I drap? Edhe kështu që ajt pasagjeri u ke shumë siklet, po kjo ke një mënyrë për me ta bo pak me dije që për me marrë një hap të tillë, dosh pak a shumë me ditë të kosh edhe mos mi shkaktu dikujna probleme. Në kutinë e kemi edhe të tjera elemente, po sepse fluturimi, në anën tjetër, vetë jeta juaj është një udhëtim, po besoj. Një udhëtim në vete, ke shku gjithçka dhe ke përjetu gjithçka. Na zbulon një tjetër element, çka fshihet në atë kuti? Po. Okej, masi po mesim të aeroplani, se mos dalim tash tem tjetër. Përveç aeroplani që ke simboli, një simbol shumë I rëndësishëm në jetën tem, edhe shalla e kompanisë tem parë, edhe falë qësaj kompanije, unë jam sot ku jam, edhe jam shumë happy që kom rri mu pranu në atë mesin e 200 vajzave edhe mu përgjith, so kon këgja sfidu se intervista.